Me afrimin e sezonit turistik veror 2025, Policia Komunale dhe Inspektoriati Komunal i Ulqinit kanë filluar zbatimin e planit të punës për garantimin e rendit dhe sigurisë në të gjithë territorin e komunës, tha për televizionin TUTA kryeshefi Amir Mehmeti. Si çdo vit, përgatitjet për sezonin nisin që me festat e 1 majit, të cilat këtë vit shënuan një fluks të madh vizitorësh nga i gjithë rajoni. Si çdo herë në fillim të sezonit turistik veror, përfshihet edhe festa e 1 majit. Policia Komunale dhe Inspeksioni Komunal ka filluar me përgatitjen e planit të punës në bazë të kompetencave të veta. Dhe këtë vit, si çdo vit të kaluar, pritet përballimet me vëllimin e madh të punëve që i kemi ne, sa i përket rendit komunal, në komunën e Ulqinit, se pari theksoj gjatë festave të 1 majit kemi punuar me kapacitet të plot dhe me orar të zgjatuar, duke qenë edhe vetë dëshmitar sepse ka qenë një fillimi sezonit të madh që edhe ju e keni vërejtur në qytetin tonë. Në deklaratën e tij, Mehmeti tha se gjatë muajve të verës, vëmendja e veçantë do t'i kushtohet kontrollit të objekteve të përkohshme që ushtrojnë veprimtari sezonale. Mehmeti theksoi se nga data 1 qershor deri me 15 shtator hyn në fuqi ndalimi i plot i ndërtimeve dhe punimeve ndërtimore në zonën e parë të qytetit, e më pas do të vijojë edhe zona e dytë nga data 10 qershor e deri me 15 shtator. Në fillim të sezonit turistik, fokusi do të jetë në kontrollimin e objekteve të përkohshme, me që dini që edhe është votuar në parlamentin e komunës së Ulqinit, dhe javën e kaluar ne kemi filluar inspektorët tanë kanë filluar të dalin në teren dhe të kontrollojnë objektet të përkohshme. Gjatë sezonit veror kanë filluar, si të thash, punimet edhe në komunikacion, ku jemi të vendosur si çdo herë edhe me herët arritjen e kontrollimit të gjithë objekte përkohshme që thash, kontrollimin të marrin masë të caktuar në gjithë ato që kryen detyrimet e caktuara me ligj, ku ato janë të parapara në programin tonë të punës. Po ashtu, vlen të theksoj se me datën 1 qershor janë ndaluar punimet e ndërtimit në zonën e parë ku përfshihet qyteti, plazhi i vogël dhe limani me Terizi, dhe me 10 qershor është faza e dytë, është plazhi, duhet të thotë pjesa e bulevarit, shtoji dhe gjithë në komunën e Ulqinit. Deri me datën 15 shtator që fillojnë punimet. Këtu bëj thirrje që mos t'i shkapërcejnë ato data, sepse ne si polici komunale dhe inspekcion komunal do t'i marrim masat që kemi me ligj, do të fillojmë monitorimin e aty në objekteve, do t'i gjobisim dhe që të mos shkojë deri te mbyllja e objekteve. Lut qytetarët dhe bëj apel që të respektojnë këtë orar. Sa vlerojnë gjobat nëse dikush nuk e respekton? Është prej 1.500 eurove, 1.000 varet edhe prej, do të thotë, prej firmave që ato i kanë. Një tjetër prioritet mbetet lirimi i hapësirave publike dhe trotuareve nga zaptimet e paligjshme me tavolina, karrika, reklama apo sende të tjera nga subjektet hotelerike e tregtare. Fokus tjetër gjatë sezonit turistik do të jetë edhe uzurpimi i hapësirave publike, trotuareve, me sende të ndryshme, tavolina, karrika, apo shankeve, dhe objektet e tjera, sidomos të objektet hotelerike dhe tregtare. Ndryshim i uzurpimi i vendeve të parkimit, sepse në vend të parkimit nuk mund të lejohet që si kemi lejuar edhe vitet e kaluar, por personat i kanë blerë edhe kanë shfryzuar atë rast, por këtë herë do të jetë rrepsisht e ndaluar, sepse nuk mund të vendosen tavolina, karrika në vend parkim. Mundet vetëm automjetin e tyre personal. Si çdo herë tjetër, fokusi do të jetë edhe në vijimin e komunikacionit, sepse dini edhe vetë se si jemi me parkingje rrugë që presim sa më parë të thotë të mbyllin gropat në qytetin e Ulqinit dhe të fillojmë sezonin turistik, që mos të kemi ankesa nga qytetarët sepse janë pa mbyllur rrugët.
pa përfunduara. Gjatë rrugave kemi të vendosur edhe gajba, apo karrika, apo diçka tjetër, edhe tu do të bëjmë apelim që të mos i vendosim, sepse gjatë sezonit veror neve na duhet të merremi me punën tonë që kemi, jo edhe me ato, edhe me atë pjesë. Ndaj parkimeve të paligjshme, do të merren masa të menjëhershme, përfshirë përdorimin e automjetit të tërheqjes, sidomos në zonat ku është ndaluar qarkullimi i automjeteve nga ora 20 e deri në ora 1:30 të mesnatës, tha Mehmeti. Zona e Bunës, e shpallur si zonë e qetë, do të ketë mbikëqyrje të përditshme nga policët dhe inspektorët komunal për të parandaluar ndërtimet e paligjshme, zhurmat dhe tejkalimet e orarit të punës, veçanërisht në pjesën e plazhit të madh dhe të mirave detare. Do të kemi të angazhuar çdo ditë policët, inspektorat komunal edhe në atë pjesë, atje të bëhet ndërtimi i egër, sepse para disa ditëve kemi mbyllur disa objekte, sepse tash është edhe tenderi që ka shpallur të mirë detare dhe tash kanë dashur të shfrytëzojnë atë rast. Momentit. Ashtu bëj apel që mos të shkojmë deri te mbyllja aty në objekteve, të respektojnë ligjin dhe të jenë të kujdesshëm në atë aspekt. Një tjetër problemi i përsëritur, shtoi Mehmeti, është hedhja e mbeturinave dhe materialeve të ndërtimit në hapësira publike, si në plazhin e madh, Valdanos apo pranë kontejnereve në qytet. Një ndër problemet që me të vërtet me vret shumë syni është pa pastërtia. Ndërmarrja komunale është, nuk po them 24 orë, vetëm kemi disa pika kritike, ku është në plazhin e madh të Cirkusi, sepse para 2 ditëve është pastru dhe prap qytetarët e kanë mbushur. Ndërmarrja komunale bën pastrimin e tyre, los qytetarët mos i hedhin te kontinjerat, te kantet e smeqeve. Unë kam ndjenin nga drejtori që në depo mund t'i çojnë edhe qytetarët, nuk pagujnë, i los bëj apel që mos të hedhin mbeturina vend e pa vend, sepse sezoni veç ka ardhur. Ndërmarrja komunale ka bë pastrimin një herë, që mos shkojnë dhe prap të mirët për s'dytit, për s'tretit, bëj apel nga qytetarët që ta ruajnë pastërtinë dhe qytetin tonë. Këtë vit janë duke hedhur më tepër se vitin e kaluar. Unë thash disa pika gjatë janë rruga e plazheve, atëherë në plazhin e madh aty ku e thash më herët, rrugës për Valdanos, janë disa pika, sepse ndërmarrja komunale ka bërë një marrëveshje me deponin atje që mund prej të hanën deri te premten mundën gjithë qytetarët, nuk kanë pagesa, mundën të çojnë atje. Këtu bëj apel edhe një herën që i los qytetarët që mos t'i hedhin vend e pa vend. A duhet një fuqi më e madhe punëtorë themi për sezonin? Ne kemi mundësi, do t'i marrim edhe disa policë, sepse policë na duhet ta kemi për punë dhe komunikacionit, parkingut, të kemi kujtesë pres në ditët në vijim që të bëjmë pak më të fuqishëm nga ana e këtij ekipi. Sekretariati për mbikëqyrje komunale dhe punë inspektuese u bën apel qytetarëve dhe subjekteve juridike që të respektojnë rendin komunal në mënyrë që Ulqini të ketë një sezon turistik të suksesshëm, të sigurt dhe me mbarvajtje të rregullt.